Shprehimi ose kultura që duhet me qenë orientuar drejt një adaptimit të njerëzve. Kur thonë çka është kultura, thonë është adaptimi i njeriut ndaj kushteve të jetës, edhe aty dalin pastaj tradita, zakonet që kanë të bëjnë me atë që është. Tek ne kultura e imponuar që thave të jetë dominuese, promovon shturje, promovon thirrjen e martesa njëgjinore, ki masane martesa marginalizohet edhe promovohet bashkëjetesa pa marrëveshjen e kurorës. Dhe kretën këto faktikisht i quhen norma kulturore që e kanë për synim emancipimin. Emancipimin çka do të thonë? Çlirimin nga ato, si i quhen ato pranga të prapambeturisë, ku i thret konservatizmi edhe feja dhe gjëra tjera që kanë të bëjnë me traditat. Kjo që e cekët, do të thonë kjo është ai ekstremi, për shembull martesat njëgjinore, bashkëjetesa, këto janë ekstremi që për shembull një pjesë e madhe e popullatës tonë, alhamdulillah, nuk arrin këtë shkallë dhe presioni nuk arriti televiz ato. I duket nana dhe baba e tij prapambetur. Ato nuk janë in, unë jam in, me çka jeti in? Unë jam me, ato nuk i din muzikat të cilat janë në trend, ato nuk i din aktorët të cilët janë në trend, ato nuk i din lojtarët të cilët janë në trend, ato nuk i din, do të thonë, veshjen e cila janë në trend.